Luani, parashikimi për shenjën e Luanit për muajin shkurt, çfarë do të thënë letra tarot se do jetë energjia e shenjës së Luanit për muajin shkurt. Juve të shenjës së Luanit keni pasur një lidhje dashurie nda bashkon një lidhje si të lidhur me magji, një divorc, një ndarje, jeni shumë zemërtyer gjatë jetës tuaj, shumë persone ju kanë plagosur zemrën tuaj, duhet të keni kujdes nga personat, sidomos në muajin shkurt, duhet të keni kujdes se dikush do ju thuaj zemrën. Duhet të keni kujdes nga persona që janë të varur nga droga, nga alkooli, nga bixhozi, nga personat që janë materialistë duan për interesat e veta. Keni kujdes pjesë mashtrimit, manipulimit, intrigës, dikush do tentoj të gënjej, të mashtroj, t'ju manipuloj dhe duhet të keni kujdes nga personat që janë negativ. Mërkuri mund t'japi pak rëndes psiqike, psikologjike, po dhe kap një situatën në dorë, keni një karakter të fortë, një intuit fort, një energji të fortë, duhet të ecni përpara. Keni një intuit të fortë, një energji të fortë, duhet të ecni përpara. Juve të shenjës së Luanit keni të bëni me persona që janë xheloz në muajin shkurt, do përballeni me personat që janë xheloz dhe nuk ja tregojnë atë xhelozi, shikoni drejt horizontit të largët nëse keni të bëni me çështje ligjore, studie ligjore, duhet konsultoheni mirë me një avokat. Për momentin mund të keni gjërat e ngrira, po universi do të jap diçka pozitive, do bëni një udhëtim të gjatë, jeni jashtë në kërkim të diçkaje, në kërkim të një drite, duhet të prisni edhe pak probleme me shëndetin. Keni të bëni me persona të çelikët autoritar, shef ajprore, drejtore, autoritar, qeveritar, nëse keni të bëni me çështje institucionale, do keni rrugëzi dhe do zgjidhin gjërat me kreativitet. Do bëni udhëtime të gjata nëse keni menduar juve të shenjës së Luanit për udhëtime të gjata, do bëni udhëtime të gjata dhe dëshira juaj do t'ju bëhet realitet. Rotë e fatit është në drejtimin tuaj dhe një person i tre largohet nga jeta tuaj, nëse ju keni një armike kundërshtare, keni Jupiterin që do t'japi nisma 3, perspektiva 3, dhe ecni përpara. Në muajin shkurt juve të shenjës së Luanit do jeni mirë, do keni instabilitet në anën e financës, një largim nga vendbanimi, një udhëtim në shtetit, por duhet të keni kujdes gjatë muajit shkurt se dikush mund t'ju thyej zemrën tuaj, por përsëri do e kapni situatën në dorë dhe do ju ecin gjërat mbar dhe juve të shenjës së Luanit.